E shtype, filloj tani të bëjnë rekordimin. Njëherë, mirë se të gjejmë Fiqeri. Mirë se gjejmë. Kemi ardhur sot këtu në Qesarat që të bisedojmë me vëllan e Fatmir Shehut. E din të gjithë që me datën 10 prill të vitit 1994 janë vrarë edhe Fatmir Shehu në repartin e Peshkepis edhe Arsen Gjini. Edhe 10 ushtarë të plagosur. Edhe 10 ushtarë të plagosur dhe bërë kërdia në të gjithë të tjerë. Disa janë sakate dhe sot të binjerin kjo e kishtë të takuar. Erdhëm sot këtu në Qesarat në vendin në fshatin e lindjes e Fatmir Shehut, sepse e dim që nuk kanë për të ardhur shumë gazetarë, dhe ata që vinë për të bërë klikime dhe mashtrime, i kanë lënë në rrugë, janë përgjegjës për gjithë shka kanë bërë, jo vetëm pushtetarët, që e marrin sot Fredi Belerin dhe ne kanë ngritur në qiell si eurodeputet dhe duke e marrë afër, duke i thënë shoku Beleri dhe shoku Dule, jo vetëm pushtetarët, jo vetëm politikanët, jo vetëm Sali Berisha që janë gazetarët që janë shitur e janë blerë 1000 herë, duke u shitur të grupet kriminale. Janë ata gazetarë, janë ata gjyqtarë, janë ata prokurorë, që e kanë lënë në rrugë dhe vjen e na bën ne si don sot Fredi Beleri në Shqipëri. Tani, unë kam deshë të pyes zotnin këtu, a ju bën përshtypje gjithë kjo mizerje e madhe që ndodh në këtë vendin tonë, me këta njerëz që ju bëjnë kaq shumë tolerancë aty? Tolerancë e ka faj shteti jonë, të parën herë, dhe të dytën e mbrojtën se atje ishte Fredi Beleri, ishin e ca dërpullit. Atje ka dhe deputet nga Omonia, që ka marrë pjesë në vrasin e... Në atë masakrë. Plus edhe oficerët që ka qenë në shërbim, i muan në Greqinë, bëjt me 4 vjetë në punë atje. Mire ta asa jame, dakord jam, po këta tanë... Këta tanë kanë frikë në Greku. Ose kanë frikë, ose janë shitur, se nuk Po kanë frikë, se mua si që më ka thënë, se propozoj drejtori polici Jorkas, drejtori Kufirit, kryetari i komiteti veteranëve, Shkërkim Guci, komiteti veteranëve edhe i dëshmorëve në Tepelen, shoqata treva e krasit, edhe nuk u bë. Pra arsye, më nxjerrin justifikime, jo si takon, jo ande, kur e marrë dhe, më thot një shef kuadri mua, që ka vëllan shef kuadri, nuk në le Greku. Desha të pyes diçka në lidhje me gjatë kësaj kohe. Unë kam qenë para 3-4 muajsh këtu, edhe do kam ngulur në atë punë, sepse kemi Belerin përpara që na del përpara në Tiranë, në Athinë, kudo. Vetëm një Beler dëgjohet këtu në Shqipëri, dhe s'dëgjohet asnjë nga ne. A ka ardhur në një gazetar tjetër gjatë këtyre ditëve? Do një njeri që të interesohet me mikrofonin? Jo, asnjë, vetëm më ka ardhur, a thashur një gazetar Top Qenit. Tani, këto 4 vite fundit, asnjë. Domethënë, vinë këtu, bëhet problem çështja e një masakri të tillë të tmerrshme, bëhet problem vetëm për pak ditë, sa për një ditë, që është data 10 prill, dhe dhimbjen këta njerëz e kanë për 30 ca vjet. 31 vjet. Tani bën 31 vjet në 10 prill. Këta e kanë dhimbjen çdo ditë dhe çdo vit. Kurse gazetarët vinë këtu vetëm një ditë në vit dhe nuk vinë më këtu, e lënë me kaq eden të lirë. A të bëjnë përshtypje këta gazetarë? Ta jam ashtrus. Një, kanë interes parash. Kaq, nuk... Ja të them unë e një idejet Beqiri e njoftë, mirë fare, nga rrenja. Po. Idejet Beqiri flise për Belerin, do të bëjmë kaj, do të fusim kaj, do të bëjmë me pushkatim, me jetë paraku është. A është eurodeputet është? Ata ju vitë me lartë? Ata e quan. Po nuk është vetëm vita e Beqirit. Gjykata speciale... Asgjë nuk bëri dhe ajo. Ja fali. Po pra, dhe mbi gjitha i hoqen edhe fashikujt, i hoqen edhe fletët dosje, se kaluar se ne e dim, ata e din gjithë Shqipëria. Por çështja është këta prokuror, këta njerëz. A erdhën ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë nuk erdhën. Asnjëherë. Ska bisedoni me ju. Jo, asnjëherë. Po intelektual më kam dashur të pyes. A keni pa vjen në një intelektual, në një akademik, Asnjëherë. Vetëm Sefer Pasha e njëti. Po. E një? Vin, domethënë. Vjen, afrohet me ty ai kur vjen ai. Vjen dhe bën muhabet.
Kurse këta, mure ka plot Tirana, janë shtrashur qafa, është bërë trashur qafa intelektualve, Po ka shok Brazeria, nuk këmë qasim e gojtë të një. Edhe shok. Shok të ti. E nuk më thonë asgjë, nuk dim gje. Se si bëj njerje. Ose Arjan Guma, që ishe komandanti, shefi kufirit. Ilber Mara, ai shefi komisariatit. I komisariatit një rokat. Se s'kishe drejtori. Po. Nuk thonë asgjë, që repartin e lanë pa ushtar. Ishte natë e fundit që shkrish repartin. Po. Shkri repartin, se kam qenë në oficer, ta dish. Po. 12 vjetë. Dhe kur kishim nga dëshmëri që, do vite një udhesa, 100% që nërë dhe efektivi. Brada në repart. Që nga komandanti i brigadës e deri te kapteni i fundit. Aty asnjë gjë. Ushtar, s'kemi ushtar. Ushtar kishte X për shkopit, se s'duhet ta them atë numrin e repartit. Kishte, se kam qenë gjyqën kur Arjan Guma u bë me raport psiqik. Na sa dolli nga burgu, vajti shefi i rendit në Gjerkasë. E nga me probleme psiqike, vajti dhe u bë shef i rend. Po, pastaj vajti në Dogan, pastaj vajti në Vlorë. Mori këtë problem, këtë anën psiqike, këtë raportin psiqike e mori për t'i ikur kësaj përgjegjësisë të shtëpisë. Po. Kjo është fatkeqësi e madhe. Ose, një oficer s'ta theme, se s'dua ta përmend, se im ka thënë, sa lafë. A i kje atje, oficer, shërbimi, ishte i gatshëm. Ishte shef papavia. A i në orën 11:30 në 12 u bë aksident. Ja që ka ditu. Diçka është, po është një hile e madhe që është luajtur, e marrë vesh. Kapteri, e shpuri që marrë stokën e shpuri, e mori e qoj dhe një farë vend, i tha, qoj të burimi. Qoj tha se ka shumë fëmijë. Ku e dinte? Ha? Ka qenë shqiptar brenda me këtë grup. Po pa tjetër, ideja nga brenda është. Po ne shikojmë atje, ne shikojmë në Tiranë sot, që se po flason më shumë nga njëherë, shikojmë në Tiranë sot pra, sot janë shqiptarë, ata janë shumë shqiptarë që mbështesin Fred Belerin. Shumë shqiptarë, dhe pushtetarë, dhe politikanë. Edhe drejtor policie. More plotë, janë në Shqipëri, Shqipfolës, ata janë shqiptarë, që e mbrojnë, e promovojnë, s'kanë një gjë pa bërë dhe ne kanë gjitur në kurrizë. Prandaj kemi ardhur nga Tirana sot vetëm për të bërë këtë muhabet. Për t'ju thënë këtyre njerëzve, pushtetar, elitar, akademik, profesor, nuk po interesoheni për neve, po interesoheni, nuk i prish punë, po interesoheni për një dëshmor të dhëut, se Fatmir Shehu është dëshmorja dhëut, Arsen Gjini është dëshmorja dhëut, nuk e po interesoheni për neve, as për mua, as për piqëriun, as për kameramanin, as për njëri tjetër, po interesoheni për atë dheun tuaj, more, po si ka mundësi që e lenë kështu me njanë, kam bredhur shumë. Imagjino, ku lenë gjëra të tilla me njanë, kam bredhur shumë, ndash beson më shumë se beso. I kam kapur, kam vajtur në Tiranë. Do ta shikoj. Kurse gjykata e spakut e mbylli. E mbylli atë, po pra i kishin hequr fletën nga brenda. S'kishte që kush e hoqi fletën? Po ajo tjetra që të gjitha çështjet. Pa i prokurori që ka qenë Orgen Beci nga Luzati që ka. Po. Ai tha, s'kam çështë për tha se s'kam material, tha me 20 faqe kanë ngel dosja. Ne jo se të mburrem, po kam pjanë punë shteri me dokumenta. Që dokumenta të vishte i shkosh në shtëpi kam të njeshur. Se s'disin, se kishin frikë. E trak, i kam mëjtë në shtëpi. Kam qenë kapter, dosjen e shërbimit, tak, e beja në 2 kopje e qoja në shtëpi. Kishe, u bej një gjallë, s'ka dosje. Ku është? Se dosja do qëtë me përqej palë, e mërë ti për të hetim, bëhet me kaq fletë. Ti mos ti, unë, a i tjetëri, vetën sektari ve vullnej, prap e dorëzon. Kjo është e njohur. Këta gjykatës, këta prokurorë dhe këta që shikoni sot që Sali Berisha dhe Ilir Meta i bëjnë deputet, këta i kanë hequr fletët, edhe doset dhe fashit, edhe ta këta të ramës. Prandaj ka mbetur ajo, sepse po të kishte qenë puna do kishte shkuar çështja. Këta qenë do që u dha para Greku. Sigurisht që po, Sakt. Më kanë lafosu një avokat grek që e mora. Ma prezentoj njeri, që kishtë berë. Ishte nga i marë dhe rritë në Greqi. Më merë një shok këtu nga Tepelena, i tha kështu.
Nuk e bëj dot ai tha se jam në vështirësi. Ta ndjek këtë problem. E u dha parat. Nani, atë ja në Lazarati ai që kam apert parë. Që është edhe avukat tani. Ne që ti bijem se ne do bisedojmë për gjërat e tjera dhe koha është e shkurtër dhe për ne dhe për ty. Që ti bijem Cilja është një diçka ç'ke për t'i thënë ajo do na duhesh ta dinin. Ç'ke për t'ju thënë këtyre njerëzve, qoftë gjyqtarëve, qoftë kushtetarëve, po qoftë edhe qytetarëve. Çfarë mesazhi, çfarë do doje ti? Unë doja që të dilte drejtësia, e drejta e ngjarjes shpeshkopisë, jo për vëllin tim, po për të gjithë ushtarët. Fiks. Këtë dua. Se edhe ne, prandaj kemi ardhur. Këtë dua, edhe ti. Edhe këtë e kam thënë, në çdo vend. Edhe jam nga ne me drejtorin e policisë, Burrimir, ai nanua, që e hoqën. Deri snano. E hoqën sepse ishte Burrimir, doni. Shumë i drejtë. Po pra, ka thënë do jap Fatmi Shehu një shesh në Gjorkas. Nuk e dia. Se ku i gjetë numrin e telefonit, edhe më merr filan datë. Unë kisha vajtu, i kisha bërë dhe në propozim. Po. Edhe drejtor dreja. Kur më thot më një i shërbimi informatik, më thot më, Fatmi Shehu nuk me rrugë. Më thot më. Pse? Nuk do greku. U ben dëshmorë edhe qytetar deri, 2 policia u vranë, u përplasën me autobus, që ishin jashtë orarit punës, pinë u përplasën me autobusat e grekut. E u ben, marë në rrugë në Gjorkas, ku se bërë dheri në smoj, asë një rrugë. Të themu, asë qytetar deri se bëj. Përveç Jani Darkos, që ka qenë kryetar bashkia, vitin ku mbushi 5 vjetoj një vajtë në shtëpi, me sinjeritet. Burrimir, shumë i nderuar, shumë i respektuar. E tako, i tha shumë, me vetë. Fatmi Shehu, po dhe mi shpita të sjellë dhe atë vendimin që ta i tako me liqë. Edhe këta nuk e ben, ha? Ata e ben, qytetar dëshmor. Dëshmor, po. Qytetar nderi jo. Qytetar nderi jo. Po prandaj, në qoftë se, siç më tha një prokuror, në qoftë se nuk bëhet qytetar nderi Gjorkas, nuk i hapet dita jeshile, për të dhënë deri komit heroi popullit. Se i takon heroi popullit Fatmi Shehu. Po. Prandaj se kanë bërë qëllimin, janë gjëra. Po mirë, nga ana ekonomike nuk të ndihmojnë, po edhe nga ana shpirtërore, nga ana patriotike jo. S'ka pas patriotike, jemi. Ja, pra që ne nuk e duam njëri tjetrin. Fatkeqësisht ne kemi në krye njerëz të tillë që na kanë varfëruar, edhe na kanë ndarë, edhe na ndajnë ditë për ditë. Kjo është e keqja jone e madhe. Ofiqo unë ç'të të them. Atë dhimbje që ndjen ti, e ndjen dhe shumë në Shqipëri. Dhe ty të falenderoj shumë, jam bërthli. Jemi mirënjohës. Edhe ata çuna prosit ata. Ata njerëz që vinë këtu për të bërë lek me TikTok, ata kanë ardhur kot, se prandaj nuk vinë me gazetarët. E thash dhe në fillim, dhe për turp ta keni, që i lini gjërat kështu nëpër kam, siç i keni lënë për 30 vjet, dhe nuk vini vazhdimisht të këmbgulin vazhdimisht që ta mbajmë larg të keqen. Se kështu duke i lënë hapësirë të keqes, ka për të na zënë frymën siç na e ka zënë deri tani. Shteti jonë janë të korporuar gjykata, drejtësia s'ka. Po të kishte drejtësi me qenë do ishte gjetur një rrugë që çështjen e Fatmir Shehut ta çonin në Strasburg. Po pse s'u gjet? Se nuk duan, a nuk din thua ti. Pse i qenë çështjet e veta në Strasburg edhe Berisha, edhe Beleri, edhe Meta. Po pse ata që kanë vjedhur miliarda lekë edhe dozohen 2 vjet, 3 vjet. Të gjithë. 3 vjet. As 3 vjet për 3 muaj, ju bën dhoma të posaçme në burg për të fjetur si zotni. Po ja, kjo është vendi jonë. Ne prandaj vim këtu dhe e dim hallin, e dim gjithë punën, se kemi edhe ne hallet tona, sa sta merr mend. Po kemi njerëzit në vend dhe kur janë kokat në vend është ndryshe. Neve na vjen keq kur shikojmë një indiferentizëm të tillë, sidomos të intelektualëve, gazetarëve, politikanëve, pushtetarëve që nuk vinë këtu të bashkëjetojnë me ju ose të bashkëbisedojnë të paktën me ju. Ka vajtur te perfekti. Që është për këtë problem. Do ta zgjidh unë, do të dërgoj Aberio me buletin tënd, kam qenë oficer, kujtu se
prit, s'ka. E, po, si thash. Kur më sot më ai oficeri që nuk i jepet Fatmishov, kur më merr ai drejtori i përgjithshëm thanë, se i thanë e gënjen ata. Drejtori i policisë thotë, filan 10 prill do t'i jepet Gledis Nanon. Gledis Nanon, i thanë do t'i japim në rrugë. Herë, me morin në telefon thotë, do vemi jo mos vita se nuk bëhet. Do bëhet thamo. Kur vati, kishin thënë ata do t'i japim një rrugë tjetër më të mirë. E shikon? E marrë vesh. Ja, prandaj e kanë shkarkuar Gledis Nanon dhe e ka shkarkuar Rama, po të regej unë se e ka shkarkuar me gru shteti, i ka dhenë takim me datën 20 ambasadorës amerikane dhe kjo e ka shkarkuar me datën një ditë përpara. Kjo ka qenë, e ka shkarkuar, prandaj e kanë shkarkuar Gledis Nanon se ka bërë gjëra të tilla, sa ai nuk ishte nga këta matrapazët që shesin. Gjesa më mirë në telefon. E pra të marrit. Ja shiko pra, e shikon atë që ishte për të qenë Gledis Nanon, që ishte për të qenë që merrte direkt. Drejtori i përgjithshëm i policisë të defendonte Gledis Nanon. Kurse këta të tjerë do vemi bëjnë inaugurimin në një rrugë. Asnjëri këta nuk të begenisi me telefon. Asnjëri. Unë ati duhet të edhe i thashë mos hajte se nuk bëhet rruga. Dhe se bën. Jo, ta do vetë thasë unë nuk vi dhe shumë. Ti mos eci thashë. Pa i edhe mund vajti. E i thanë ata që ne do të japim këtë rrugën. Magalat Grehot. E marrë vesh. Qeshtja është se ne kohën tani edhe aparatët tona nuk janë ato të mirat që nuk janë profesionale. Edhe ne do shikojmë edhe si ka dalë qeshtja që vim bisedojmë. Do përpiqemi të vim, edhe po se erdha unë do vi këtu. Do vi në Tiranë këto dikun. I marrë qëtu më një telefonin e këtja. Bukur. Uroj që ti... Ta marrë në darë se unë vi shpejtëm. Mos ki merak për atë unë, do jemi dhe në Tiranë, do jemi dhe aty afër, do përpiqemi të takojmë edhe avokatët të nderuar, ja po ta përmend unë, do përpiqem që para se të vish ti në Tiranë, uroj që të kemi bateri për momentin, që ne do e transmetojmë të gjithë siç jemi, se kemi halle, edhe do përpiqem që unë të jesh në shoqërinë tonë, timin dhe këti, do jesh me 2 miqtë mi, me Romeo Kara dhe me Zaçe Islamin. Lamen nuk e një po... Zaçe Islami, mua me ka dhenë numrin e telefonit dhe adresën, jemi miqë në Facebook dhe më ka thënë kur të duash hajde, ajo është adletar. Dhe Romeo Kara, të dy këta juristë, do jemi në prani bashkë, kur do që të nisësh do lejmërosh. Një ditë para do lejmëroj, do marrë të zotin. Po, edhe mua, se kam telefonin aty, dhe do thuash... Jo me qenë se aji më tha mua që s'ka telefon. Me ke edhe nga ana jote, e kam se telefonin ime. Jo, më tha aji. Aji, s'ka gjë, ja, tani. Altini. Do kesh në dispozicion, këta të dy janë advetar, dhe ne do e mbyllim këtu bashkë. Do vemi që këshpi, se unë kam dërguar dhe abej plakës. Ti me i kafe, se më tha plaka. E di se më tha plaka? Më herdi të turpë, tha. Këtheu këte. Këtheu. Po qa? Ta mbyllësh? A do ta mbyllësh? Urdo? Hajde mbyllë. Nuk doron me? Jo. Mbyllë për vetë. Jo, s'ka gjë, jo. Ta plaka ta më ngjeli me rakë. Se do kështë edhe në kafe, tha dhe më muar me ti bet atë i gjizimi. Ata e kanë bërë ata qunat, unë kam marrë këtu një herë, kam për të ardhur prapë, kam për të jam duke në zanë. Kur të vesh, po vajtë në Tiranë, po vajtë herën prapë, vinë të pini kafe. Do vemi të pim kafe, do vinë të pim kafe, ne, dhe kaqë. Unë uroj që të sensibilizohen të gjithë dhe të mos ngjelit kjo punë me kaqë. Të vazhdoj me tutje. Neve do na kesh në krah dhe ata do i kesh në krah, se ata janë advetarë që të Faleminderit. Të gjithë të mira. Po bëjmë dhe i ma lartë unë, i ka unë.